Dërsa Al-Auza'i rahimahullah, djetari i njerëzve të Shamit, ka thonë për fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Islami ka fillu i huaj dhe do të kthehet i huaj siç ka fillu, ka thonë nuk dë shkon Islami. Do thonë Islami çdo herë do të shndron, nuk ka me hik, nuk ka me shku. Por dë shkon ehli sunneti derisa në një vend nuk dë gjendet prej tyre vetëm se një person. Do një shtet nuk i me gjetë prej ehli sunnetit vetëm se një person. Hasan el-Basri u ka thonë shokëve të vet, ja ahle sunna tarathaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Ka thonë, o ndjekësit e sunnetit, silluni me butësi me njëri tjetrin. Allahu ju mëshiroft, sepse ju jeni nga më të paktit për njerëzve. Dhe Yunus ibn Ubayd ka thonë, lejse shay'un aghrab min as-sunnah wa aghrabu minha man ya'rifuha. Ka thonë, nuk është diçka më e rrallë se sa suneti, dhe më e rrallë se ajo është ai që e njeh sunetin. Dhe është transmetuar nga ai gjithashtu, asbaha man idha urrifa as-sunnah arafaha ghariban wa aghrabu minhu man yu'arrifuha. Ka thonë, është bërë e rrallë që dikush kur i tregohet suneti ta njoh atë, dhe ma i huaj, ma e rrallë është ai që e mëson sunetin dhe u apërkujton të tjerëve. Do thonë, nëse ti dikujt ja tregon sunetin dhe ai e pranon prej teje dhe e njeh prej teje këtë fjalë që ja tregon, e di se kjo është rruga e vërtet, kjo është diçka e rrallë. Po edhe ma e rrallë është me gjetë një person i cili va mëson tjerëve sunetin. Kjo është bërë diçka shumë e rrallë. Dhe mos harroni, jemi duke fol për dietarët e sunetit, dietarët e selefit, që kanë jetuar më shumë se 1000 vite para nesh. E si është atë gjendja në këtë kohë, ku suneti është bërë diçka shumë e rrallë. Sufjan al-Thawri rahimahullah ka thonë, istawsu bi ahli sunnati khayra fa innahum ghuraba. Ka thonë, silluni mirë me ndjekësit e sunetit, sepse ata janë të huaj.